Administrata tatimore ka hapur aplikimet për përfitimin e vlerës së kompensimit për arsimin e fëmijëve për të gjithë ata individ që plotësuan diva dhe rezultuan me tatim të mbipaguar pas bërritjes së shpenzimeve me vlerë 48.000 lek apo 100.000 lek në vit. Administrata tatimore sqaroi se ashtu siç është njoftuar edhe më parë, aplikimi do kryhet nëpërmjet sistemit e-filing online. Pas dorëzimit të kërkesës, kompensimi nga individët përfitues do transferohet në llogaritë e tyre bankare, që ata të deklarojnë nëpërmjet aplikimit. Pas plotësimit të deklaratës individuale të të ardhurave DIVA 2025, të gjithë individët që kanë rezultuar me tatim të mbipaguar pas bërritjes së shpenzimeve për fëmijët me vlerë 48.000 lek në vit apo 100.000 lek nga të ardhurat e tyre vjetore mund të nisin të plotësojnë formularin e aplikimit për përfitimin e kompensimit, thuhet në njoftimin e administratës tatimore. Afati për aplikim për kompensim është deri në 3 muaj pas plotësimit të DIVA.